Zgjedhja e Xhemali Saitit për ushtrues detyre të Gjykatës Supreme nuk është mirëpritur nga kryeministri Kristian Mickoski. Sipas tij, ky është edhe një fakt shtesë pse duhet të shkarkohen antarët e Këshillit Gjyqësor, të cilëve kuvendi u votoi mosbesimin. Ndërsa votimi i interpelancës sipas kreut të ekzekutivit nuk është bërë me qëllim që antarët aktual të zëvendësohen me të dëgjueshëm partijak. Ne nuk i hymë kësaj, sepse kemi përgatitur defter paraprakisht në mënyrë që të gjenden emra si ato që ishin në Reqit, Bihashka. Ne i hymë për arsye parimore pasi ju qytetarët u dhatë besim më pak se 2%. Madje dhe ndodhit e fundit për zgjedhjen ushtrues detyre të Gjykatës Supreme, emri i cili u zgjodh është motiv shtesë që këta antarë të Këshillit Gjyqësor të shkarkohen, tha Kristian Mickoski, kryeministër. Por duke kopjuar këtë model të shumicës parlamentare për interpelancë ndaj antarëve të Këshillit Gjyqësor, deputetët e Frontit Evropian paralajmëruan të shfrytëzojnë instrumentin e interpelancës edhe për gjyqtarët kushtetues nën arsyetimin se kanë për qëllim të shfuqizojnë ligjin për përdorimin e gjuhëve. Për këtë, sot reagoi nga gjykata kushtetuese duke nënvizuar se në asnjë rrethan nuk mund të ketë interpelancë për gjyqtarët kushtetues, pasi kushtetuta nuk i lejon kuvendit të ndërhyjë në kompetencat e gjyqtarëve kushtetues, mënyrën e zgjedhjes së tyre apo ndërprerjen e funksionit. Institucioni interpelanci parashikuar në nenin 72 të kushtetutës në asnjë rast nuk ka të bëjë dhe nuk mund të zbatohet për gjykatësit kushtetues. Në të kundërtën, humb kuptimi i gjykatës kushtetuese dhe bëhet shkelje e rëndë të kustetutës, për arsye se në atë mënyrë bëhet ndërhyrje në pushtetin e të ashtu quajturin pushtetin e 4 gjyqësor kushtetues, në autonominë dhe pavarësinë e gjykatës kushtetuese, thon nga gjykata kushtetuese. Pavarësisht votimit të interpelancës ndaj 5 antarëve të Këshillit Gjyqësor, të cilët janë zgjedhur në procedurë kuvendore, antarët nuk mund të shkarkohen, por mund të japin vetëm dorëheqje me pëlqimin e tyre. Antarët janë deklaruar se pavarësisht votimit të interpelancës nuk do të ofrojnë dorëheqjen. Kjo nënkupton se do duhet të pritet derisa të mbarojë mandati. Më së shpejti, mandati do t'i mbaroj antarit Milazim Mustafa, më sakt me 9 korrik të këtij viti, ndërsa më 12 dhjetor u mbaron mandati Selim Ademit dhe Vesna Damevës. Pavlina Crvenkovska ka mandat deri në dhjetor të vitit 2026, ndërsa Tanja Çaçarova Ilievska deri në dhjetor të vitit 2027.